Partia Demokratike ka vendosur të mos ulet në tryezën e bisedimeve me Partinë Socialiste për dy reformat kryesore që kanë ndikim të drejtë për drejtë në proceset elektorale, reformën territoriale dhe atë zgjedhore. Por ky vendim nuk është përfundimtar, shpjegon bashkëkryetari demokrat i Komisionit për Reformën Territoriale, Luciano Boçi. Ajo që pret Partia Demokratike është vullneti i mazhorancës për konsensus real për këto reforma, që deri më tani sipas PD-s mungon. Vazhdojnë me arrogancën, vazhdojnë që ne mund vazhdojmë vetëm. S'mundet tani ta modifikosh komisionin. Komisioni ka një vendim. Pretendojnë të prishin një vendim që ta bëjnë në favorin e tyre në shumicën e votave dhe të vazhdojnë në dyja rastet, në dyja komisionet. Ndërkohë që kërkesa e BE-s është që është një reformë që duhet bërë me konsensus politik. Nënkryetari i Partisë Demokratike Boçi thekson se qeveria Rama, pavarësisht se ka numrat, nuk mund ta bëjë reformën territoriale vetme. Boçi beson se ka një rrugë tjetër për një reformë që reziston kohës. Nëpërmjet një qeverie teknike, themi ne, qeveri stabilitetit, nuk ka rëndësi emri. Një qeveri që vërtet bën dy reformat më të kërkuara, që nuk mund bën në mënyrë të njëanshme, se kur janë bë tilla kanë dështuar edhe territorialja dhe zgjedhorja. Dhe ka një produkt vërtet që do i rezistoj kohës. S'mund bësh reforma një herë në 10 vite territoriale. Kush i bën këto? Vetëm Shqipëria. Ne nuk bëjmë reforma, ne bëjmë eksperimente politike, sepse para e tillë ishte. Largimi i kryeministit Edi Rama dhe krijimi i një qeverie teknike që çon vendin drejt zgjedhjeve të parakohshme është qëllimi kryesor i opozitës në këtë vit që sapo ka nisur. Ndaj bisedimet me Partinë Socialiste, qoftë edhe për reformat, duken në këtë situatë pamundura. Boçi shpjegon se përtej protestave për të arritur qëllimin për krijimin e një qeverie teknike, opozita nuk do të lejojë më mbledhje normale të parlamentit. Dhe është parashikuar që në progresion, grupi parlamentar të mbajë qëndrime rigjide që lidhen qoftë me grevën e urisë, qoftë edhe me ngujimin, sikurse të vazhdohet edhe me akte të tjera të forta brenda sallës së parlamentit. Ideja e grevës urisë po dëgohet gjithnjë më shpesh nga figurat kryesore të Partisë Demokratike. Greva e urisë është përdorur më herët edhe nga Edi Rama e Partia Socialiste kur ishin në opozit. Në 30 prillin e vitit 2010, deputetët dhe anëtarët e Partisë Socialiste hynë në grevë urie për 20 ditë në bulevard përpara kryeministrisë, duke kërkuar hapjen e kutive të votimit të zgjedhjeve të vitit 2009. Ilir Meta e drejtuesit e partive të vogla hynë në grevë urie gjithashtu në vitin 2008 për të kundërshtuar miratimin e kodit të ri zgjedhor dhe sistemin proporcional rajonal. Në të dyja rastet, grevat e urisë nuk i arritën qëllimit.